Unë jam Ambra dhe libri im I dytë përmban një novelë dhe disa poezi të shtuara, të cilat kanë në fakt tema të ndryshme, nuk I përkasin vetëm një teme. Por novela që është kryesorja e librit titullohet Hapa drejt skenës dhe aty unë kam futur përjetimet e mia që nga momenti që hyra për të parë në skenë, por I kam vënë ato në emrin e një personazhi tjetër, pra kam përshkruar në veten e tretë. Është përtitëll sepse unë e kam përshkruar edhe në novelë që unë aty flas më së shumti për ato hapat që vetë personazhi bën duke hyrë në skenë, sepse aty çdo moment, çdo ndjesi që ai ka, sheshohet dhe mendja është vetëm tek skena. Skena bëhet njësh me të dhe çdo përjetim ja vlen. Në fakt libri ka shumë mesazhe, por ai më specifiku apo më kryesori është një mesazh që kam shkruar në fund. Skena I tregoi asaj se kush ishte dhe se kush do të jetë, sepse skena nuk është vetëm ai moment. Skena tregon shumë për ty, për ato që ti nuk ke qenë dikur, por ajo tregon dhe për të ardhmen tënde, sepse nëse ti arrin të dalësh apo të përjetosh shumë mirë në skenë, do të thotë që ti ke jetë ardhmen. Në fakt unë kam pasur disa hapa në skenë edhe në një mjedis fëmijësh, ishin pikërisht këtu në teatr, por ato ishin pastaj hapa pak më të vegjël, por kjo nuk do të thotë shumë sepse çdo hap ka rëndësinë e vet dhe ajo që unë do të thoja është që vazhdo të ecësh, pavarësisht se sa I madh është hapi yt apo pavarësisht çka është. Ky libri I dytë faktikisht është një libër I cili ishte I pritshëm, sepse duke parë talentin e Ambrës, sigurisht që ne e suportuam të gjithë. E gjithë shkolla, ne jemi bërë bashkë sot, siç e shef dhe ti. Aktiviteti është I tillë që ne nuk do shprehim vetëm talentin që ka Ambra në, po themi që shkruan bukur e ka të elokuencën, por edhe talentin e vajzave dhe djemve që ne kemi këtu në shkollë, të cilët janë piktorë shumë zot, po ta shohësh komplet këtë galerinë këtu, është e mbushur me pikturat e tyre, por edhe këngëtarë shumë zot. Ne shpresojmë shumë që Ambra të eci përpara dhe me mbështetjen aq sa kemi ne mundësi, e realizuam librin për Ambrën, e themi që kemi arritur diçka shumë të bukur. Kjo është të qenë solidar me njëri tjetrin dhe kjo është një vlerë të cilën ne duhet ta promovojmë në shkolla jonë. Unë jam Enuara Peshini, jam një nxënëse e klasës 7 Abdyl Paralloj dhe kam marrë pjesë tek shfaqja e Ambrës për piktura. Kam bërë këtë pikturë që tregon një peizazh të bukur të detit dhe ka shumë ngjyra, tregon një pasqyrim të bukur të stinës së verës, si plazhi I detit dhe ngjyrat e ngrohta të verës. Kam marrë pjesë për Ambrën, sa të pak me piktura, edhe unë kam bërë temën, natyrë dhe qetë, natën, uroj Ambrës suksese. Shiu mbyer, Mikullaj vëpirda se pamje, ti ecë ndërkryer, në kërkim të një rrugdaljeje. Dashuri e madhe ishte ajo e tyre, dashuri e madhe pa kufi, e madhe sa pengesat mes tyre, madhështore ajo dashuri. Politikë se si duhet të flasim për natyrat e saj, shkruan me artin e saj.